Të nderuar besimtar, Allahu Azza wa Jall thot pikërisht kështu në një ajet: Inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Në të vërtetë që Zoti Allahu Azza wa Jall ka bler nga besimtarët vetet e tyre, ka bler edhe pasurinë e tyre dhe si këmbim ai do t'i fali, do t'i japi xhennetin në pafundësi, thot Allahu Azza wa Jall. Në të vërtetë, lidhja e njeriut me Zotin është një tregti e mirë që kur njeriu është i sinqert në besimin e tij tek Allahu fuqiplot dhe në veprat e tij që shoqërojnë këtë besim të pastër, të shëndosh, pasi ai ka adhuruar Allahun që meriton, që është i vetmi që meriton të adhurohet, njeriu e pason atë me reflektim dhe me vepra të mira në jetën e tij. Në fakt kjo është një tregti e bukur që njeriu i merr frytet e saj që në të botë, por më e rëndësishme është që njeriu kur veten e tij dhe çdo gjë që ai posedon që në fakt ja ka dhënë Zoti i gjithësisë, ai ja ka lënë në dorë Allahut Azza wa Jall, i është dorëzuar madhështisë së Allahut Azza wa Jall dhe ka hequr dorë nga pafuqia e tij drejt fuqisë madhështore të Allahut Azza wa Jall, dhe në një farë mënyrë ai e ka dorëzuar veten dhe pasurinë e tij tek ai që është pronari i vërtet i çdo gjëje. Dhe kur njeriu zbaton këtë rregull, ai ka bërë një tregti të mirë që në të botë ai përfiton nga bukuritë e besimit të tij dhe të adhurimit të Allahut Azza wa Jall, por më e rëndësishmja kapital që njeriu përfiton është ditën kur ai do të përballet me vdekjen. Pikërisht do të kuptoj që ajo që ka qenë më e shtrenjta ka qenë besimi tek Allahu Azza wa Jall, adhurimi i Allahut Azza wa Jall dhe veprat e mira që e pasqyronin besimin e tij në çdo aspekt të jetës së tij të nderuar besimtar. Prandaj njeriu duhet i dorëzohet me tërë qenien e tij madhështisë së Allahut Azza wa Jall. Pikërisht dhe emërtimi muslim ose musliman në gjuhën shqipe vjen nga folja selime, që do thotë nënshtrim, dorëzim, është paqe dhe siguri në vetvete. Dhe termi muslim do thotë ai njeri që i dorëzohet madhështisë së Allahut Azza wa Jall në gjithë jetën e tij, në gjithë sferën, në çdo aspekt të jetës tij, ai është dorëzuar madhështisë së Allahut Azza wa Jall. Dhe nga aspekti terminologjik, musliman do të thotë ai njeri që ka besuar Allahun, që dëshmon pra shahadeti. Dhe ajo është më thelbësorja në këtë botë përkohshme që njeriu të dëshmojë që Allahu është një i vetëm dhe vetëm ai meriton të adhurohet, dhe se Muhamedi alayhis salam është rob dhe i dërguar i tij. Ky është në fakt çelësi që hap dyert e xhennetit, nderuar besimtar. Dhe musliman është ai që e fal namazin, ai që e mban agjërimin, ai që e jep zakatin dhe ai që e kryen haxhin kur i krijohet mundësia. Pikërisht ky është termi musliman. Ndërsa termi mu'min, besimtar, është njeriu këto adhurime që i bën për hir të Allahut Azza wa Jall, ai ka një parim të besimit të tij që është shumë e natyrshme. Sepse Islami është një fe shumë e natyrshme, njeriu siç vjen në këtë botë, siç ai me mendjen e tij sheh galaktikat, sheh qiellin, pafundësinë e qiellit, sheh detrat, sheh oqeanet, malet, pemët, lumenjt, çdo gjë që ai sheh, çdo mrekulli që ne shohim me anë të shikimit ton, vetë njeriu është një mrekulli që ka krijuar Zoti i gjithësisë. Të gjithë këto janë argumente që e çojnë mendjen e shëndosh të natyrshme të njeriu tek nënshtrimi ndaj Zotit të Madh, dhe ne themi që kjo nuk është e rastishme. Këto male nuk kanë krijuar rastisht. Kjo xhami nuk është ndërtuar vetvetiu, por është bërë një projekt, ka qenë një arkitekt, ka qenë një inxhinier, kanë punuar me vite punëtore të gjithë grupi i firmës që është ndërtuar kjo xhami. Që ne këtë e dim që është ndërtuar nga njerëzit. Po si mund të jetë rasti kjo mahniti që ne shohim tek qielli, tek yjet, tek galaktikat, tek dielli, tek hëna, tek jeta jonë, tek nata, tek dita. Kush është ai që ju siguron juve, thot Zoti, qofse Zoti kur sjell natën, ai nuk dëshiron që të sjell ditën pas natës. Kush do t'ja sjell juve ditën, thot Allahu, përveç Allahut,
që është madhështori. Po kur të vi dita, nëse do të jetë e përhershme dita dhe nuk do të vi asnjëherë nata që ju të pushoni, kush është ai që u sjell natën, thot Allahu Azza wa Jall. Dhe sa fakte shkencore dhe sa mrekulli ka që mendjen e njeriu, mendjen e pastër njeriu të çon drejt një adhurimi të Allahut Azza wa Jall dhe njeriu sikur i thuhet shiko, mua më ka krijuar Allahu Azza wa Jall dhe ai ka perfeksionuar çdo krijim që ka bërë Allahu Azza wa Jall, qoftë edhe njeriu që ka krijuar në formën më të bukur. Dhe kështu muslimani, siç e përmendëm, ndërsa besimtari është ai që beson në Allahun, ëngjëjt, librat e Allahut që ka zbritur, profetët e Allahut Azza wa Jall, ditën e gjykimit dhe parasaktimin hyjnor, kaderin që ka saktuar Allahu Azza wa Jall. Këto janë dy terma të thjeshtë, por në fakt e gjithë lumturia e njeriu në këtë botë, siguria e tij, qetësia e tij shpirtërore varet nga këto, pikërisht nga këto dy terma kryesor që është muslim dhe mu'min. Dhe ai njeri që ka dëshmuar gjitha shtyllat e Islamit, kushtet e besimit dhe i ka besuar kushtet e besimit, ai njeri gjen lumturinë në këtë botë. Por besimi nuk është thjesht të besosh në këto parime, por Islami është një parim hyjnor, është një manual rregullash hyjnore që Zoti i gjithësisë ka zgjedhur si fe të fundit vetëm të pranuar për gjithë njerëzit, që është Islami, është një manual jetese që njeriu në çdo aspekt të jetës së tij, ai duhet të jetojë në bazë të këtyre normave që Allahu Azza wa Jall i ka zgjedhur pikërisht që ne të jetojmë në këtë botë të përkohshme, që të gjejmë lumturinë e duhur në këtë botë përkohshme, të gjejmë edhe lumturinë në botën tjetër, të nderuar besimtar. Dhe njeriu besimin e tij ai e shoqëron me vepra edhe kur del jashtë xhamisë. Besimi është një koncept real që njeriu e ka bërë pjesë të jetës së tij, të qenurit musliman dhe besimtar. Ai tashmë ka kthyer në një praktikë krejt të natyrshme dhe ai angazhohet me besimin e tij, me adhurimin ndaj Allahut Azza wa Jall, me përgjegjësinë individuale që ai ka përballë Allahut Azza wa Jall, përballë prindërve të tij, përballë bashortës, përballë familjes së tij, përballë parefisit, përballë shoqërisë, dhe ai ka përgjegjësi edhe ekonomike, edhe sociale, edhe njerëzore në marrëdhëniet me njerëzit. Pra, Islami dhe besimi është një manual rregullash që njeriu i zgjedh me vullnetin e tij të lirë, dhe këto janë disa rregulla hyjnore që Zoti i ka zgjedhur që ne të gjejmë qetësinë tonë shpirtërore, të gjejmë lumturinë ashtu siç do Allahu i madhëruar, dhe kjo gjë arrihet pikërisht me këto dy koncepte që tham, muslim dhe mu'min. Dhe ai njeri që është dorëzuar madhështisë Zotit shkon drejt termit mu'min, që ka besuar Allahun Azza wa Jall, dhe mu'min njëkohësisht është edhe nga rrënja që ai njeri ka fituar një siguri, një paqe në brendin e tij, dhe ai këtë gjë mundohet ta jetojë në qenien e tij, dhe ai mundohet t'ia pasqyrojë dhe t'ia përcjell këtë mesazh hyjnor me shembuj konkret nga jeta e tij, duke mos ju folur njerëzve me gojën e tij, por duke u folur njerëzve me mënyrën se si ai jeton jashtë xhamisë, qoftë në tregti, qoftë në marrëdhëniet me njerëzit, qoftë në moralin e tij, qoftë në sjelljen e tij me bashortën, qoftë në edukimin e fëmijëve të tij, qoftë në sjelljen me prindërit e tij. Ai është një shembull, është një vlerë, sepse Islami rrit vlera. Islami padyshim që mbjell tek njeriu vlera universale, dhe ai që beson Allahun, që është musliman dhe është besimtar, padyshim që rrezaton vetëm mirësi, rrezaton vlerat që i ka marrë njeriu pikërisht nga besimi i shëndosh që adhuron Allahun Azza wa Jall, dhe nga vlerat universale që ai përthith krejt natyrshëm duke adhuruar Allahun Azza wa Jall, duke u bërë pjesë e kësaj feje të vetmit pranuar të fundit tek Allahu Azza wa Jall. Dhe pastaj shohim që njeriu kur arrin në këtë formë, ai bëhet një rrezatim mirësie për të gjithë njerëzit. Siç tha profeti alayhis salam, besimtar i vërtet është ai që kur e shohin njerëzit, ai njeri që pandej besimtar, ai pikërisht i kujton njerëzve Allahun, i kujton njerëzve krijuesin. Pa njerëzit kur e njohin një person, e njohin si komshi, si tregtar, si njeri që ka një biznes, si njeri
që mënyra se si jetën, se si vishet, se si ka edukuar fëmijët në gjithë aspektet e jetës tij, dhe ai njeri kur e shikojnë të tjerë thonë, ky me shumë mundësi duhet të jetë musliman, sepse gjithë këto vlera, gjithë të moral të lartë, vetëm kjo fe ja i jep njeriu, dhe ky njeri me moralin e tij, me mënyrën se si ai jeton, i çon njerëzit, i fton në një farë mënyrë me veprat e tij drejt Allahut madhështor, nderuar besimtar, dhe ne pikërisht kemi më shumë të nevojë pikërisht për këtë gjë, që feja mos na kthehet në një koncept virtual, si diçka mekanike që ne falemi dhe vazhdojmë të jetojmë si gjithë të tjerët, po pikërisht ajo e falura me vetdije të plotë, me kthjellësi do ta bëj pikërisht ndryshimin nga gjithë njerëzit e tjerë që nuk janë musliman, dhe ai namazi yt do të bëj dallimin rrethësisht nga çdo njeri tjetër që nuk është musliman, dhe jo thjesht ta bësh këtë dallim që ti falesh në xhami, por ta bësh këtë dallim në mënyrën se si ti jeton, pra je larg moralit të njerëzve jashtë dhe mos krahasohet morali atyre jashtë xhamis me atë njeri që vjen frekuenton xhamin që i thot vetes musliman dhe besimtar. Pra njeriu është pasqyrë e asaj që beson, dhe njeriu kur nuk ka vepra në saj të asaj vlerë që ai beson, atëherë besimi i tij nuk është i shëndosh, është i çalët. Prandaj besimi shoqërohet me vepra të mira që njeriu i reflekton në jetën e përditshme kurdoherë dhe kudoherë që ai ndodhet. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ai që shpreson dhe pandesë beson që një ditë do të takojë Zotin e tij, atëherë le të bëj punë të mira, atëherë jeta e tij le të jetë mbushur me vepra të mira ndaj shoqërisë tij, ndaj familjes tij, ndaj çdo njeriu që e rrethon atë. Ai prezantoi dashuri, paqe, mirësi në çdo moment që ai jeton. Ai njeriu duhet të prezantojë vetëm mirësi, sepse kjo fe, ai që i thot vetes besimtar, padyshim që prezanton kurdoherë vetëm mirësi, sepse një musliman që beson Allahun dhe ditën e gjykimit flet mirë, bën punë të mira, prezanton mirësi në çdo moment, sepse e di që çdo gjë në jetën e tij e ka në dorë Zoti i Madh, Allahu fuqiplot. Dhe ai njeriu që beson në takimin dhe shpreson në takimin me Allahun Azza wa Jall, le të bëjë vepra të mira, pa ta mbush jetën e tij me dobi ndaj njerëzimit, me dashuri, me mirësi, duke i ndihmuar njerëzit në nevojë, duke qenë i përgjegjshëm në çdo moment të jetës së tij. Dhe ai këtë gjë ta shoqëroi duke adhuruar Allahun Azza wa Jall dhe duke hequr dorë përgjithmonë nga idhujtaria, duke i shoqëruar shok Allahut në adhurim. Dhe njeriu çdo të mirë ta di që ka nga Allahu Azza wa Jall, çdo të keq ka në saj të punës tij, dhe kurdoherë që ai të përballet me sprova, le të t'i drejtohet atij që ka çdo gjë në dorë, që është Allahu Azza wa Jall. Të nderuar besimtar, imani ka 70, besimi ka 70 e ca deg, thot profeti alayhis salam, dhe më e larta është thuash la ilaha illa Allah. Ai është shelfi i xhenetit, deklarohet që Zoti është një i vetëm dhe vetëm ai meriton të adhurohet me të drejtë. Dhe më e ulta është që ti, pasi e ke besuar këtë fjalë, kur ecën në rrugë dhe sheh një pengesë, ti e largon atë pengesë që i mundon njerëzit, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pa i tillë është besimtari, kudo që ai shkel vetëm mbjell rezatim, mbjell mirësi, mbjell dashuri, ai e largon smirën, e largon të keqen me jetën në mënyrën se si ai jeton. I tillë është besimtari. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an wa an talqa akhaka biwajhin talqin. Mos në vlerësoni asnjë punë të mirë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, qoftë edhe ta takosh vllajin tënd me një buzëqeshje. Pra njeriu që është besimtar dhe që është musliman, gjithmonë rrezaton mirësi, sepse vlerat e besimit të tij e bëjnë atë që ai të rrezatojë mirësi. Por kur njeriu është besimtar dhe është njeri që nuk i bën këto gjëra, që besimi i tij është mekanik, është një koncept jo real, është një koncept abstrakt, dhe ai e sheh fen thjesht të falesh, thjesht të shkosh në xhami. Nuk është një ceremoni javore që ti frekuenton xhamin dhe me kaq mbyllet jeta jote e adhurimit dhe e fesë.
Por besimi duhet parë gjithmonë si manual jetese. Në çdo moment që ti shkel, flet, ecën, ushqehesh, në çdo gjë që ti bën, të jetosh si musliman, të çosh në vend urdhëresa dhe të heqësh dorë nga ato gjëra që Zoti t'i ka bërë të ndaluara. Pikërisht ky është besimi real dhe i natyrshëm që e rrit qetësinë shpirtërore, që e rrit dashurinë për njeriu, që njeriu në këtë formë vetëm se mbjell njerësi kudo herë që ai shkel. Prandaj mos të vlerëso asnjë punë të mirë, tha profeti alayhis salam, qoftë edhe ta përshëndesësh një njeri, një vllajën tënd musliman me një buzëqeshje. Pastaj vërtet është sot që takosh një njeri të tillë fatkeqësisht. Është një gjë shumë e lirë, shumë e lehtë për të vepruar, por ja që nuk ndodh realisht që ne të takohemi duke buzëqeshur. Që njeriu që ka një hadh thjesht një buzëqeshje që ti mund t'i adresosh atë barr, atë siklet që ai ka, kur ti me një fjalë të ëmbël, me një buzëqeshje, atij i lëson dhimbjen, dhe në këtë formë ti bëhesh besimtar real që jeton fen tënde natyrshëm në çdo sjellje, në çdo mimik, në çdo shikim, në çdo veprim dhe në çdo fjalë. Dhe kjo është pikërisht feja që ne duhet pasojmë, që duhet jetojmë dhe t'ia jetësojmë, të pasurojmë të tjerëve në mënyrën se si ne jetojmë. Çfarë tha profeti alayhis salam, i pyeti një ditë shokët e tij: a e dini kush është i dështuari, i falimentuari prej ummetit tim? Dhe ata i thanë: nuk e dimë, o i dërguari i Zotit. Ne mendojmë ai që nuk ka lek, që nuk ka pasuri, ai është i falimentuar, është i dështuar. Profeti i thotë: jo. Ai i falimentuari, i dështuari prej ummetit tim është ai njeri që ditën e gjykimit do të vi me namaz, do të vi me agjërim, do të vi me zakat. Pra e ka bërë adhurimin. E ka bërë, por e ka bërë në mënyrë formale. E ka bërë jo me shpirt, sepse namazi i falur siç duhet e largon njeriu nga gjithë punët e këqija, e largon nga haramet dhe e shkon drejt halallit, drejt kënaqësisë, drejt ëmbëlsisë së halallit të djerë të zballit. Ai që beson Allahun. Ky është besimi. Dhe ai njeri që nuk e vepron këtë gjë, çfarë do të thotë që ai besimi i tij nuk është real, por është abstrakt, nuk është koncept që ai e ka bërë pjesë të jetës tij. Dhe çfarë ndodh thot profeti alayhis salam, ai vjen ditën e gjykimit me shumë namaz, me agjërim dhe me zakatin që ka dhënë nga pasuria e tij, por nga ana tjetër ai ka përgojuar, ka shpifur, i ka ngrënë pasurinë tjetrit pa drejt, i ka prishur biznesin tjetrit pa drejt, e ka goditur dikënd, e ka rrahur dikënd, i ka derdhur gjakun dikujt, thot profeti alayhis salam. Dhe këti njeriu që e ka pandehur veten musliman dhe i ka bërë këto adhurime, do të merren nga punët e tij të mira, që të laj ato gjunahe që ai ka bërë, dhe kur t'i marrojnë punët e tij të mira, atëherë do të merren nga gjunahet e atij personi që ti ke hyrë në hak, do të merren gjunahe nga ai person që ti ke hyrë në hak, derisa njeriu Zoti e flak në zjarrin e xhehenimit. Prandaj besimi është real në mënyrën se si ne jetojmë, dhe kjo gjë shikohet kur ne dalim nga xhamia, kur ne kemi kryer faljen tonë, aty del në pa se sa besimtar real jemi ne në mënyrën se si jetojmë. Ja ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma taf'alun. O ju që keni besuar, pse i flisni ato gjëra që ju vetë nuk i veproni? Është shumë e thjeshtë sot në rrjetet sociale, në internet, sot gjithë din hadithe, din ajete, din histori. Por veshët janë lodhur duke dëgjuar, duke folur gjithë njerëzit, dhe syt janë të etur për të parë veprat e gjithë secilit prej nesh. Pra ato gjëra që i thoni vetë, pse nuk i zbatoni në jetën tuaj, në jetën tuaj individuale, në jetën tuaj ndaj adhurimit kaqë Allahut azza wa jall, në mënyrën se si sillesh me prindrit, me farefisit, me bashkëshortet, me gjithë njerëzit që ti je i rrethuar, aty tregohet se sa besimtar je, pra mos thoni ato gjëra që ju nuk i veproni, thot Allahu azza wa jall. Një ditë Omeri radiallahu anhu, pran Omerit, kur ishte Omeri, filloi dikush të mburrte një person, duke thënë filani është mashallah, është njëri i devotshëm, dhe po fliste fjalë që e mburrin atë person. Dhe Omeri radiallahu anhu i thot: a ke udhëtuar me atë njeri që po e mburr? A ke bërë tregti me atë, thot Omeri radiallahu anhu? A ke pasur fshinësi me atë? A ke pasur ndonjëherë marrëdhënie ndërnjerëzore? Marrëdhënie ekonomike? Jo, i thot. Atëherë ti nuk e njeh atë njeri, thot Omeri. Nuk ke udhëtuar, nuk ke jetuar me atë.
nuk e pasur një punë me atë. Pra njeriu e njeh, jo thjesht në xhami, por e njeh në mënyrën se si jeton jashtë xhamisë të nderuar besimtar. Wa man yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dhe ai njeriu që ka dorëzuar veten e tij Allahut Azza wa Jall dhe është mirëbërës, dhe është njeriu larg smirës, larg përgojimit dhe larg të hysh në hak të tjerëve, ai njeriu që është dorëzuar me tërë qenin e tij Allahut Azza wa Jall, atëherë ai është kapur me lidhjen më të fortë, thot Allahu Azza wa Jall të nderuar besimtar. Veprat e mira janë pasqyra e besimit, veprat e mira që janë reale në jetën tonë përditshme është një dritë në shpirtin tonë që është shtryer njeriu gjithmonë drejt së mirës. Pra feja është marrëdhënie midis zemrës edhe shpirtit dhe është marrëdhënie që njeriu pasi adhuron Zotin ai këtë mirësi e derdh në jetën e tij të përditshme. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na bëjë besimtar të denjë, të sinqert. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na falë çdo mëkat, çdo gjunaq që ne bëjmë. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall që të na vendos së bashku në xhenetin e tij Firdaus. Amin.